Por edhe në... Olc, po, kjo është vetëm faza e parë, mos harrojmë, faza e dytë vjen ke çarmatosja. A do ta pranoj Hamasi çarmatosjen, se këtu është diskutimi? Po, ja, për këtë dokument e kisha fjalën që ju sapo nxorët tani, për këtë dokument të fazës të parë, çfarë lexojmë neve këtu, është që presidenti Trump ka njoftuar që do t'i vi fundi luftës dhe Hamasi ka rënë dakord që brenda 72 orësh do të dorëzoj të gjitha pengjet dhe si rridhoi edhe Izraeli do të ndaloj bombardimet dhe surveilancën ajrore. Dhe gjatë kësaj kohe Hamasi me ndihmën e trupave speciale turke do të mundohet që të nxjerrë nga tunelet të gjithë të burgosurit izraelit, por edhe të vdekurit që mban. Dhe brenda 72 orësh Hamasi duhet që t'i ketë këto pengje gati për t'ia dhënë Izraelit, dhe Izraeli pasi Hamasi t'ia dorëzoi këto nëpërmjet kryqit të Kuq, thotë që do të lirojë këta 1500 të burgosurit palestinez. Po problemi është se për personat që kanë parë hartën e tërheqjes, nëse mundem Redi ta ndaj me ju, nuk e di a keni në studio apo jo. E kemi edhe hartën. Domethënë, çfarë do bëhet është regjia nëse del në ekran harta, nëse është e mundur. Po. Domethënë, nëse shikojmë hartën, është që gjatë momentit që Izraeli do marri pengjet dhe thotë që do të lirojë të burgosurit palestinez, harta tregon që më shumë se gjysma e Gazës do të mbahet, ja, kjo është harta, më shumë se gjysma e Gazës, domethënë 58% e Gazës do të mbahet në pushtimin Izraelit dhe palestinezët do të kenë rreth 42%. Domethënë, çfarë tregon kjo? Për mua, domethënë, kur unë kam parë këtë hartë, unë kam thënë që kjo është hartë kapitulimi, dhe unë mendoj se çfarë ka ndodhur në këto ditët e fundit, ka ndodhur që Hamasit i është bërë shumë presion nga Turqia, por edhe nga Katari. Një editorial i Jerusalem Postit përpara 4 ditësh thoshte që Erdogani ka bërë pazar me Trumpin, i ka thënë Trumpit që unë do ta bind Hamasin që të dorëzoj pengjet, por me kusht që Amerika do t'i shesi, do t'i japi Turqisë avion F-35. Diku më bëra edhe ironi, thash që Erdogani sigure shiti Sirin për kurdët, po e shet edhe Palestinën për avionët F-35. Dhe puna është që çfarë do ndodhi më mbrapa. Historia ka treguar që izraelitët janë Netanyahu është i pabes. Dhe puna është që dhe frika që kanë shumë analistë është që Netanyahu pasi të marri pengjet, rrezik do të nisi prap bombardimin e Gazës dhe do të vazhdoj me planin e tij më të hershëm që është pushtimi i Gazës. Nëse dalim te 20 pikat e Trumpit, Trumpi ka parashikuar që do të sjellë Tony Blairin si administrator kolonial të Gazës, një njeri që është kriminal lufte, që shkaktoi vdekjen e 1 milion irakenëve në Irak, gjatë luftës së dytë të gjirit, kur ai së bashku me George Bushin bombarduan dhe shkatruan Irakun dhe vranë Saddam Husseinin. Sikur ka rënë kjo e Tony Blairit, Olsi, sikur nuk do jetë më, e kanë refuzuar, por nuk e di, mbase ke informacion, po. Hamasi ka refuzuar edhe pikën e çarmatosjes, nga që plani me 20 pika i Trumpit parashikon edhe çarmatosjen e Hamasit, sjelljen e një force ndërkombëtare që do mbaj Gazën me dhunë, që radikalizimin e palestinezëve, që nënkupton që projekti i Netanyahut është që ai do që të ndërtoj kampe përqendrimi. Ka shumë atë që bën gjermanët, amerikanët në 1945 në Gjermani, ku ushtarët e Reichut të tretë u futën të gjithë në për kampe dhe u mbajtën me vite në këto kampe. Shumë prej tyre edhe vdiqën, të njëjtën që bëri edhe Hitleri, që shumë prej tyre i çovi në Siberi.
Pra, plani 20 pika i Trumpit që ose implementohet, është një plan shumë i frikshëm, dhe Hamasi po reziston dhe po thotë që ne nuk do të çarmatosemi, ne nuk do të pranojmë Tony Blairin, po muhabeti është që Hamasi ka vetëm një domino në dorë. Dhe dominoja që Hamasi ka janë pengjet izraelite. Dhe në momentet që Hamasi do t'i liroj këto pengje, e para nuk ka garanci që Izraeli do të liroj 1500 pengje palestinez. E dyta, Hamasi ka kërkuar lirimin e Marwan Barghoutit, i cili ka qenë zëvendësi i Mahmud Abbasit dhe kryetari i Fatahut, një figurë politike të cilin izraelitët e kanë burgosur që për 20 vitesh, nga që ai do zëvendësonte Arafatin, dhe ata nuk donin që ky revolucionar Mustafa Barghouti Marwan Barghouti, ja ku është në foto Olsi. Po, Marwan Barghouti, jo Mustafa, sorry. Po. Dhe muhabeti është që ky do zëvendësonte Arafatin, dhe izraelitët për këtë e kanë futur në burg, e mbajnë burg, dhe deri përpara pak orësh Hamasi insistonte në lirimin e tij, ndërsa izraelitët kanë thënë jo, nuk do ta lirojmë. Tani pse Hamasi kërkon ta liroj Barghoutin? Ka që Barghouti, sikur ne e dim, lëvizja palestineze ndahet në dy parti të mëdha. Njëra është organizata për shlirimin e Palestinës, OÇP-ja, me Fatahun, e cila ka meritat historike të lëvizjes shlirimtare palestineze që në vitet 50-60. Dhe në anën tjetër kemi rezistencën islamike të Hamasit. Hamasi, nga që do të tërhiqet nga politika, nga kjo që ndodhi në Gaza, gjenocidi që po bën Izraeli etj, kërkon që lëvizja palestineze të udhëhiqet nga një revolucionar, sigurisht Marwan Barghouti. Por izraelitët nuk e lejojnë këtë gjë, sepse ata e dinë që po e nxorën Marwan Barghoutin, OÇP-ja që sot është me Mahmud Abbasin në Ramallah, që është më shumë një kolaboracioniste me Izraelin, do të kthehet në OÇP-n e Yasser Arafatit, e cila ishte një organizatë ndërkombëtare e njohur ndërkombëtarisht, me prezencë edhe në OKB dhe organizata të tjera, se duhet kuptojmë edhe një gjë që ndërsa Amerikanët, Këshilli i Sigurimit, OKB-ja, Fatahun dhe OÇP-n, të cilën e cilësonin si organizatë terroriste në vitet 80, në vitet 90 e pranuan si përfaqësuese të popullit Palestinës, me marrëveshjen e Oslos, autoriteti palestinez njihet si përfaqësuesi i palestinezëve, dhe autoriteti palestinez, OÇP-ja, është prezente në të gjitha organizmat ndërkombëtare. Ndërsa çfarë i kanë bërë Hamasit propaganda judeo-amerikane në këto 30 vitet e fundit, ndërsa fillimisht Izraeli vetë toleroi Hamasin që të rritej, ata e kanë etiketuar Hamasin si organizatë terroriste dhe Hamasi nuk lejohet që të flasin ndërkombëtarisht. E kanë izoluar Hamasin, domethënë është prezent vetëm në Afrikë, në botën muslimane, në Amerikën Latine, kurse kur vjen puna te OKB-ja, Bashkimi Evropian, Hamasi etiketohet si organizatë terroriste. Dhe kush është qëllimi i Hamasit në këtë rast? Është që Hamasi kërkon që Barghouti të dali dhe të minoj autoritetin palestinez nga brenda, i cili me Mahmud Abbasin është bërë kolaboracionist që është në urdhrat e Izraelit, Arabisë Saudite dhe Emirateve Arabe. Por, përveç këtyre fakteve që po flasim, duhet të themi edhe diçka tjetër, që ndërsa Izraeli ka qenë shumë i suksesshëm që në bashkëpunim me vehabizmin ndërkombëtar të shkatrojë Sirin, në anën tjetër duke bërë gjenocid, ka zhdukur ndoshta rreth 2 milion njerëz, apo i ka gjymtuar 2 milion njerëz në Gaza, edhe Hamasi ka patur fitore. Fitoria e parë e Hamasit është sulmi spektakolar i datës 7 tetor 2023, ku Hamasi i tregoi gjithë botës arabe që Izraeli është një tigër prej letra, të cilin nëse e studion, ja kupton teknologjinë high-tech që ata përdorin dhe di si ta thyesh këtë teknologji, izraelitët nuk dinë si të ftojnë, dhe janë frikëcar. E dyta, deri në
tetor të vitit 2023, kërta palestineze u harrua. Presidenti Trump, do të kuptojmë këtu, për ishte në zyrë, në vitin 2020, bëri ato që njihen akorde abrahamike dhe regjimet vehabiste arabe në mënyrë të hapur trashtuan Palestinën dhe nënshkruan marrëveshje normalizimi me Izraelin. Kemi Emiratet Arabe, kemi Bahreinin, kemi Marokun, kemi Sudanin dhe do kishim edhe Arabin Saudite, ndoshta edhe Katarin, edhe Kuvajtin. Tani, çfarë bëri Hamasi? Duke bërë sulmin e datës 7 tetor, e provokoi Izraelin që të hynte në Gaza, e provokoi Netanyahun që të bënte gjenocid, nga që ata e njohin se çfarë është Izraeli dhe Netanyahu. Por çfarë kjo i bëri Izraelit? Është që Izraeli u shkatrua në opinionin publik ndërkombëtar. Okej, çifutët kanë teknologji superiore, sepse teknologjia amerikane mund vrasin njerëz që nga Katari deri në Teheran, por Izraeli, sigur e pranon edhe vet Benjamin Netanyahu, humbi luftën e opinionit publik. Dhe sot ne shohim të gjithë specjen njerëzore, nga Kili dhe Argentina, deri në Tiranë dhe Prishtinë, nga Washingtoni deri në Londër, që të gjithë protestojnë kundër Izraelit, dhe gjitha jo shpazbara izraelite që Izraeli ka bërë në këto 30 vite të fundit, që prej rënjes së Bashkimit Sovjetik, ku imponuan gjithë vendeve të botës, duke përfshirë edhe Shqipërinë, ditën e Holokaustit, ku njerëzit duhet të qanin për vrasjen e çifutëve nga Hitleri etj. Gjithë kjo luajtje viktime dhe kjo strategji globale që Izraeli bëri me amerikanët për të krijuar mitin që ne jemi viktima, jemi të mirë, por na vrasin ta terroristët edhe nazistët. Çfarë ndodhi është që me gjenocidin që Izraeli bëri në Gaza, gjenocid që provokoi Hamasi. Hamasi e futi në kurth Izraelin, Izraeli tregoi botës që ky nuk është ai regjimi paqësor, ta kolonët që fut në Izrael, në Palestinë, nuk janë aty nga që s'kan ku ta mbajnë, por këta janë aty, janë gjakpirës, janë vrasës, dhe në këto momente që ne flasim, i gjithë komunitetin ndërkombëtar, duke përfshirë këtu Britaninë dhe Francën, që janë dy shpikësit e Izraelit, të gjithë janë distancuar. Dhe personi i vetëm që qëndron akoma me Netanyahu në këto momente, është Trumpi, të cilit ata i kanë lidhur këmbët, i kanë marrë gocën me Jared Kushnerin, dhe po të shikosh disa zyrtarët e Trumpit që nga Witkofi deri te Kushneri që në këto momente janë në Egjipt, ja e keni aty dhe në foto, janë 10 shikut, dhe i vetmi që po i mbështet ata është Trumpi, dhe kjo marrëveshje paqeje për cilën neve po flasim tani, dhe Trumpi ka njoftuar që të hënën do të shkojnë në Egjipt për të inauguruar këtë marrëveshje paqe, e kanë detyruar presidentin Trump, e kanë vënë me shpatulla prej muri, se ndërsa në një anë Trumpi i ka çifutët në rrogoz, në anën tjetër Amerika është izoluar ndërkombëtarisht. Kemi vende që nga Venezuela deri te Kolumbia, ku edhe Spanja, ku vende që ne nuk e kishim imagjinuar ndonjëherë, po bëjnë thirrje për luftë me Izraelin. Olc, nga pikpamja e PR-it ke drejt, po nga pikpamja e sigurisë, Izraeli ka zgjësuar atë, po themi unazën e zjarrit që e rrethonte, apo aksin e rezistencës, e cila ishte kthyer në, le të themi, rrezikun më të madh për Izraelin. Pra, domethënë Izraeli arriti që me mbështetjen e vehabizmit ndërkombëtar, të shkatrojë Sirinë, që ishte vendi i fundit që bënte rezistencën kundër Izraelit, të shkatrojë në mas të madhe Hizbullahin, po nuk e ka zhdukur, Hizbullahi është aty, dhe në anën tjetër të djegi Gazën. Por duhet kuptojmë diçka se këto militit që Irani sponsorizonte rreth Izraelit, Hamasi, Hizbullahi, po edhe qeveria siriane, nuk kanë qenë ndonjë rrezik serioz për Izraelin. Sepse duhet kujtojmë diçka, që Izraeli është fuqi nukleare përpara
3-4 ditësh në një intervistë që pati me një media perëndimore, Netanyahu, i cili po mundohej që të justifikonte veten, thoshte që ne nuk po bëjmë gjenocid. Tha, dëgjoj, po të donim ne tha që t'i zhduknim palestinezët, tha, një mbas dite tha mund të kishim një bombë edhe i zhduknim të gjithë. Domethënë sa bombë atomike. Pra duhet ta kuptojmë që është e vërtetë që Izraeli ka arritur të likuidoj apo të dobësoj këto milici, por dëgjoj, duhet të kuptojmë diçka se ndërsa Hizbullahi ka bërë armëpushim, nga që po mundohet të ringri infrastrukturën e tij që ja kishte penetruar Mossadi, Hamasin nuk e kanë zhdukur. Hamasi, edhe pse Izraeli mund të ketë zhdukur deri gjysmë milion njerëzish, deri në këtë moment po vazhdon luftën. Përpara pak orësh Hamasi kishte vrarë me sniper një ushtar izraelit nga Gaza. Pra, Hamasi po vazhdon rezistencën, se kur nisi lufta, Netanyahu deklaroi tha që do zhdukim Hamasin, Hamasi nuk u zhduk, do marrim pengjet, pengjet nuk janë dhënë, Hamasi pengjet do të japi vetëm në tryezë të bisedimeve. Do ta kthej Gazën tha në Gërmadh, të e bëri, por Irani është aty, Houthit janë aty, Hizbullahi është aty edhe pse duket si i përgjumur, dhe Hamasi është aty. Pra, domethënë, kuptohet që Izraeli fitoren më të madhe e pati me trastinë e sunitëve. Ishte trastia e botës arabo-sunite, vendet që nga Jordania, Arabia Saudite, Emiratet Arabe, që bashkëpunuan hapur me Izraelin, sidomos kur Irani nëpërmjet Huthive vuri atë embargon e detit Kush, ku Emiratet dhe Saudia hapën portet e tyre për mandrat izraelite, po mos ishte trastësia e sunitëve, e arabëve në veçanti, Izraeli do kishte rënë. Por, dalë tek ajo që ju the, domethënë është e drejtë që Izraeli ka dobësuar milicit, por për mendimin tim, problemi më i madh që po i vjen Izraelit tani, po i vjen nga njerëzimi, po i vjen nga Evropa, po i vjen nga Amerika Latine. Olc, shkojmë pak se siç po e diskutoja, domethënë dhe ti në fillim e nise bisedën duke përmendur aksin e rezistencës, i fundit që mbetet është Irani, duke qenë se ti përmend edhe vendet arabo-sunite që duam apo nuk duam, po shkojmë drejt një paqëtimi, afat gjatë apo afat shkurtër, është gjë për të biseduar. Çfarë do të ndodhë me Iranin, ndërkohë që së fundmi janë zbuluar dokumentet Ministrisë Mbrojtjes Ruse të një marrëveshje të Rusisë me Iranin për 48 avionë Su-35. Pra, tashmë pas kësaj marrëveshje, Irani do duhet, sepse duhet kuptojmë që kjo është një marrëveshje e arabo-sunitëve, siç e the edhe ti. Ndërkohë që Irani po bën marrëveshje me Rusin, po bën marrëveshje dhe ka marrëveshje me Kinën, qoftë ushtarake, qoftë marrëveshje për blerjen e naftës. Si e shikon fatin e Iranit pas këtij armëpushimi? Tani çdo gjë ngjelet në dorë të Netanyahut, nga që ai qeni i tërbuar i lindjes mesme, ai është që nuk pyet për askënd, qoftë edhe për presidentin Trump, nëse shohim analistë të ndryshëm, iranian por edhe perëndimor, të gjithë besojnë që Izraeli është duke u bërë gati për të sulmuar Iranin. Biles edhe analist ushtarak të Jerusalem Postit thonin përpara pak ditësh që ka herë sulmi kundër Iranit nuk do të jetë si i pari, do të jetë më i sofistikuar dhe ngjelet për të parë se çfarë do bëjë Izraeli. Dihet që në prill kur Irani bëri atë operacionin premtimi i parë, premtimi vërtet numër 1, dhe Izraeli u kundërpërgjigj duke goditur bateritë anti-raketore iraniane. Disa analistë aluduan që në atë moment Izraeli donte që të godiste Iranin me bombë elektromagnetike. Këto bombat elektromagnetike janë bombat të cilat hidhen dhe shkatërrojnë gjithë sistemet elektrike të një vendi,
dhe personat që janë në për banesa që janë brenda vriten nga shoku elektrik. Është pak a shumë sigur bomba me neutron. Tani ngjelet për të parë. Domethënë personi që e di se çfarë do të bëhet me Iranin është vetëm është Benjamin Netanyahu. Ekziton frika që pas kësaj paqe apo armpushimi me Hamasin në Gaza, megjithëse ngjelet për të parë se çfarë do bëhet, ekziton frika që Izraeli ndoshta mund ta kërcënojë edhe Trumpin për të nisur një sulm të përbashkët kundër Republikës Islamike. Nëse sulmi do të jetë konvencional, sikur gjatë luftës së qershorit, ushtarakët iranian, generalët e gardës revolucionare thonë që ne jemi përgatitur. Bile shumë media iraniane thonë që në luftën e qershorit Irani pastroi stokun e armëve të vjetra balistike që kishte që në kohën e Saddam Husseinit, dhe me çfarë thonë mediat iraniane që në luftën e ardhshme Irani do të përdori armët hipersonike, të cilat do t'i përdori me efikasitet shumë të lartë për bombardimin e Izraelit. Pra, domethënë, çfarë shihet deri tani nga pala iraniane, duket që ata janë shumë optimist në rast të një lufte konvencionale. Ngjelet për të parë, nëse Izraeli do të nisi një luftë bërthamore, në atë moment ekuacionet ndryshojnë. Olc, të falenderoj shumë që të kisha. Të lutem. E di që është vonë tek ju tani, të falenderoj shumë. Kënaqësi.